Ndër centralet më prestigjioze të Bashkimit Sovjetik ishte ai i Çernobilit. Vetëm disa kilometra më tej ndodhet Pripjat, një qytet modern i ndërtuar në vitin 1970 për punonjësit e centralit dhe familjarët e tyre. Më 25 prill të vitit 1986, në reaktorin numër 4 planifikohet një test sigurie. I shtyr disa herë dhe i planifikuar shumë keq, testi përfundon duke u kryer natën, me një ekip tjetër nga i planifikuari, dhe nën presion për ta përfunduar sa më shpejt. Gjatë përgatitjes, fuqia e reaktorit bie shumë poshtë nivelit. Në vend që të ndalohet reaktori, disa sisteme sigurie që aktivizohen me qëllim dhe hiqen shumë shtrufra kontrolli. Reaktori tipit RMBK bëhet jashtëzakonisht i paqëndrueshëm në fuqi të ulët. Shufrat e kontrollit kanë maja grafiti, detaj kritik i shpjeguar keq operatorëve. Në këto kushte, ato rrisin përkohësisht reaksionin në vend që ta ndalin. Në orën 1:23 aktivizohet ndalimi emergjent. Në vend që ta frenojë reaksionin bërthamor, fuqia rritet në mënyrë të menjëhershme dhe të pakontrolluar. Kështu reaktori numër 4 shpërthen. Çatia hidhet në ajër, bërthama ekspozohet dhe materiali radioaktiv shpërndahet në atmosferë. Fillimisht autoritetet mendojnë se bëhet fjalë për një zjarr të zakonshëm. Sipas doktrinës sovjetike, një reaktor RMBK nuk mund të shpërthente dhe nuk ka asnjë njoftim publik. Më 28 prill, stacioni monitorimi në Evropën Veriore, më saktë në Suedi, zbulojnë radioaktivitet anormal në ajër. Reja radioaktive ka ardhur nga Bashkimi Sovjetik dhe përballë provave Moska detyrohet të pranojë aksidentin.